Ti kthehemi pak trevës tonë këtu apo aktualitetit tonë. Thuhet se muslimani është pasqyrë për njerëzit apo për tjerët. Kjo më së miri vëret, do thotë, në rrugë, në sheshe, në vende publike, në shfaqje të ndryshme kështu me radhë. Si është ajo pasqyrë, do thotë, si perceptohet, si vëret ajo pasqyrë, do thotë, e cila El muslimu mir'atul muslim, hadisi kështu. El muslimu mir'atul muslim. Muslimoni është pasqyra e muslimonit. Pas shkurti, çka ka kuptimin muslimoni e pasqyra e muslimonit? Sa herë gaboj, më tregon vllau se e patë gabim. Sa herë më vërtetoj se e kam gabim, ja pranoj. Sa herë gaboj, më kritikon. Sa herë më kritikoj, e marr me mirë se ardhi. Jam i gatshëm me ja thonë të vërtetën kur të gabon. Duhet me qenë i qetë, me e pranu me mirësi. Se kështu jemi pasqyra e njëri tjetrit. Këta e ka kuptimin muslimoni. Deri ku shkon puna larg, ka thonë edhe urrëqet, edhe ato vërrëqet, të falni, edhe vërrëqet duhet me qenë prezente. Më një herë jeni qetet me ai vërrëtën sa ska bë gabim më tepër. Thot një dietar, e shpjegon një dietar kështu. Për punën e muslimonit është pasqyra e tjetrit. E shpjegon kështu. Thot nëse se ka njerëz që nuk e pranojnë kritikën, ka njerëz që nuk e pranojnë vërrëqen, ka njerëz që nuk e pranojnë këshillin, ka njerëz që nuk e pranojnë përmirësimin. Ka thonë kështu. Për ato njerëz që nuk pranojnë me i këshillu, për ato njerëz që nuk pranojnë me i hek nga e keqja, me au tregu që ju ka rënë fytyrë një pikë zezë fshine, thot një shembull ja vsjellim shumë të thjesht se edhe këto pranojnë, po s'din me e pranu. Se janë të trubullt, kur t'ja u freskojmë me një shembull, mendojmë ka thonë se zbutë. Cili shembull? Ka thonë njëri për juve ashtu fletën një pemë. Njëri për juve ashtu fletën një pemë. Piktive shka s'pranon me këshillu hiç, s'pranon këshillin e kurkuj. Fjalën e kurkuj nuk e pranon. Edhe ditët e verës ju ka afru një gjarë për ndër me kaqë, me kafshu. Kalon njoni edhe i thot që prej gjumit se gjarë për të kaqë. Që nuk pranon këshillin e kurkuj, çka i bë më mirë? A i bë më mirë me vazhdu ata, a i bë më mirë me ndëgju fjalën e këtij? Këtij më mirë i bë me ndëgju. Edhe faktikisht, a ndëgjon që as ndëgjon në këtë rast? Ndëgjon, po mirë. Pse për xharpin që po do me të kaç po ndëgjon e për punën e keqe që po do me të kaç po ndëgjon kur të këshillohet dikush? Xharpni është një gjë që kaç një herë edhe sot ka ilaç për shembull, shnoshesh. Po me të kaç e keqja, me të kaç akhlaku, sjellja e dobët, me të kaç sistemi nervor për shembull, me të kaç zjarri i xhenemit, me të kaç fjala e ron. Fjala e ron ku kaç? Xharpni kaç ngishtin e dorës, edhe kaç ngishtin e këmbës, më shumti. Ku kaç fjala e dobët? Fjala e dobët kaç në zemër. Fjala e dobët kafshon në ndjenje. Si të kafshohen ndjenjat, s'ka mo, shërimi është shumë i zorshëm. Pra me kohë ka thonë, me kohë ka thonë duhet jemi ata të cilët duhet jemi pasqyrë për njëri tjetrin. Kur të na këshillojë vllau, e pranojmë. Kur të gaboje, e këshillojmë.